Zambaku Kobra. Tani, pavarësisht nga emri i tij, zambaku kobra nuk është teknikisht një specie zambaku, të përkundrazi emri i tij alternativ është më i saktë. Bima e shtambës në Kaliforni. Gjetur në kënetat e varfra me lëndu shqyese të Kalifornisë Veriore dhe Oregonit Jugor të SBA-s, është një specie mishëngrënëse që merr një pamje mjaft të pazakontë. Siç është e zakonshme me bimët që kanë zhvilluar mënyra për të kapur gjahun, zambakët e kobrës lulëzojnë në mjedise ku bimët e egra vuajnë, kryesisht në tokë ose moçale acidike që janë të ulta në lëndu shqyese thelbësore si azoti dhe fosfori. Këto toka zakonisht gjenden në vende me një rrjetje të vazhdueshme ujë të ftohtë dhe me pak oksigjen. Dhe zambaku i kobrës është përshtatur për të përfituar nga këto kushte të vështira, duke zhvilluar një mënyrë të specializuar për marrjen e lëndëve ushqyese. I identifikueshëm nga gjethet si tuba, të cilat i ngjajnë një kobre me një kapuç të fryrë, të kompletuar me një majë gjetheje që imiton gjuhën e gjarprit. Kjo formë është thelbësore për mënyrën e të ushqyerit të bimës. Gjethet janë në fakt të zbrasta dhe të mbushura me ujë, gjë që krijon një kurth për insektet që nuk dyshojnë. Kjo specie nuk mbështetet në substanca ngjitse ose lëvizje të shpejta për të kapur gjahun. Në vend të kësaj, ajo përdor një sistem kompleks joshjesh dhe kurthesh. Pjesa e brendshme e gjetheve të Cobra lili është e veshur me qime të drejtuara nga poshtë dhe sipërfaqe të rrëshqitshme që parandalojnë insektet të shpëtojnë pasi të kenë hyrë. Bima josh insektet në kurthin e saj me një kombinim të nektarit dhe shenjave vizuale, dhe pasi futet brenda, insekti çorientohet nga njollat e dukshme në gjethe, të cilat duken si dalje, por të çojnë më thellë në kurth. Përfundimisht, insekti bie në lëngun tretës në bazën e gjethes dhe prej andej nuk ka rrugësimi. Më pas, ato zbërthehen nga bakteret dhe mikroorganizmat e tjerë, dhe bima më pas është në gjendje të thithë lëndët ushqyese që çlirohen. Duke lulëzuar në fund të pranverës deri në fillim të verës, zambakët kobra zhvillojnë kërcelle lulesh të larta, të mbushura me lule të verdha jeshile. Ato lule rriten shumë më lart se gjethja, gjë që është diçka e zakonshme në bimët mishëngrënëse, sepse siguron që insektet që janë tërhequr si pjalmues të mos bien viktima të kurtheve.